Në ambientet e Hotel Koloseu në Shkodër u zhvillua një takim solemn i legalistëve me moton. Kujtojmë dhe vlerësojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për kombin, atë dhëun dhe mbretërinë. Ngjarja kishte për qëllim nderimin e figurave historike dhe aktivistëve që kanë dhënë kontribut të veçantë për kauzën mbretërore. I pranishëm në këtë takim ishte edhe Princ Leka i dytë, i cili foli mbi rëndësinë e ngjarjes dhe rolin e trashëgimisë mbretërore në ruajtjen e vlerave kombëtare. Është një nder veçantë për mua të jem sot në këtë qytet që ka luajtur një rol aq të rëndësishëm në historinë dhe shpirtin kombëtar të shqiptarëve. Shkodër ka qenë gjithmonë livarët e kulturës, e besimit dhe e qendresës. Një shembull i gjallë i bashkëjetesës dhe dinjitetit kombëtar. Në fakt, fjallimi tim është shumë i gjatë. E flet për lidhjet historike që ka familja mbretërore në Shkodër. Duke filluar që në Kongresin e Lushnjës, ku mbreti Zog ka qenë ministër brendshëm dhe pastaj prefekti ose governatori i Shkodrës. Në fjalën e tij, Shpëtim Axhami, kryetari i Partisë së Legalitetit, foli për rrugëtimin e gjatë të kësaj force politike. Pak muaj më parë, Shqipëria përkujtoi 100 vjetorin e triumfit të legalitetit, një nga momentet më të ndritura të historisë tonë kombëtare. Për një shekull, që nga dhjetori i vitit 1924, breza të tërë legalistësh i kanë qëndruar besnik filozofisë zogiste dhe kauzës tonë mbretërore. Është detyrim moral dhe historik për ne, bijtë e tyre politik dhe shpirtëror, që të kujtojmë me respekt e minjoje të thellë ata që luftuan e sakrifikuan për këto ideale. Ndërkohë, ish kandidati i Partisë Demokratike Tedi Kopliku foli për gjendjen aktuale të vendit, mediokritetin në pushtet, kriminalitetin dhe shpopullimin e të rinjve. Duke një këtë dokumentar më kujtu një komentues kur po publikosha takimin e sotëm, i cili thote po dekoroni tradhtart. Ne në 45 vite tradhtart në ushiten si kombëtar të mëdhenj dhe njerëzit që i shërbynin kombit si tradhtar. Dhe e gjithë historia e njerëzimit është një betejë narrativash dhe detyra jonë është me bë me fitu narrativen tonë, pra. Çfarë ishte me të vërtet vlerat e kombit shqiptar. Nuk është detyra jonë vetëm me uqa që u përsekutu me 45 vite, që vazhdojmë sot në 30 vite dhe më shumë se 30 vite e djathta shqiptare përsekutohet dhe marginalizohet, që mediokriteti ka kap majet e pushtetit në tanë skenën politike, në tanë drejtimet e institucioneve. Kriminaliteti dhe mosbesueshmëria e institucioneve është një nga faktorët kryesorë që përcakton pra rrjedhjen, ngjarjet e vendit tonë, shpopullimi, fragmentizimi, largimi më shumë se kurrë me Kosovën. Në fund të takimit u shpërndan dekorata dhe mirënjohje për individet që kanë dhënë kontribut të veçantë duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kombëtare dhe mbretërore.